Mbrëmjen e djeshme në Gostivar ndodhi një grabitje armatosur në një argjendari në qendër të qytetit, ku 4 persona të maskuar dhe të armatosur kanë marrë rreth 18 kg me vlerë të vlerësuar në 1.8 milion euro. Lajmin e konfirmoi zëdhënësi i sektorit për punë të brendshme në Tetov, Fatmir Rexhepi, i cili bëri të ditur se grabitësit kanë përdorur një automjet të tipit BMW pa targa, me të cilin janë larguar nga aventgjarja. Mjeti u gjet më vonë i djegur në zonën e Mavrovës dhe dyshohet se është shkatruar qëllimisht për të zhdukur gjurmët dhe provat. 10 tetor 2025, rreth orës 18:45, në departamentin për punë të brendshme Gostivar është raportuar se në një artari pronë e personit SZ nga Gostivari është kryer një vjedhje grabitçare, ku gjatë vjedhjes janë marrë diku rreth 18 kg ari, stoli prej ari, me vlerë prej rreth 1.8 milion eurove. Dhe minjëherë janë ndërmarrë masa dhe aktivitete për gjetjen e personave të cilët kanë qenë të maskuar dhe me fantoma në kokë. Kështu që gjatë marrjes së masave në rrugën rajonale Gostivar Mavrov, rreth 500 metra pas kryqëzimit të Mavrovës, është gjetur një veturë e cila ka qenë përfshirë në flak, dhe pasi nga ana e pjesëtarëve të njësitit territorial kundër zjarreve Gostivar është lokalizuar zjarri, është konstatuar se bëhet fjalë për automjetin BMW me targa pa targa të regjistrimit, e cila dyshohet se është përdorur gjatë kryerjes së kësaj vjedhje grabitçare. Kështu që gjatë inspektimit në vendin e ngjarjes është konstatuar se në automjet është gjetur një pushkë automatike me bajonet dhe vetura me urdhër të prokurorit publik është marrë për inspektim të mëtutjeshëm. Kështu që sektori për punë të brendshme Tetov, departamenti për punë të brendshme Gostivar punon, vazhdojnë hetimet për gjetjen e personave të implikuar në këtë vjedhje dhe zbardhjen e plotë të rastit. Ngjarja ndodhi pas ditën e djeshme dhe rasti është raportuar në polici në orën 18:45. Fatmirësisht, në këtë grabitje nuk ka pasur persona të lënduar. Në këtë rast nuk kemi persona të lënduar, por vepra është kryer vetëm nën kërcënimin e armëve. Autoritetet kanë nisur hetimet intenzive për të identifikuar dhe kapur autorët. Prokuroria Themelore Publike e Gostivarit ka lëshuar disa urdhëresa dhe udhëzime gjatë natës dhe mëngjesit të sotëm me qëllim zbardhjen e plotë të rastit. Në lidhje me vjedhjen në Gostivar, prokurori i Prokurorisë Themelore Publike të Gostivarit gjatë natës, por edhe në mëngjes, ka dhënë disa urdhëresa dhe orientime me qëllim zbulimin e hajnave. Thuhet në njoftimin e prokurorisë, hetimet janë në vijim dhe policia u bën thirrje qytetarëve që të raportojnë çdo informacion që mund të ndihmojë në identifikimin e të dyshuarve.